Nëse jeni mbi 50 vjeç, pini një gotë nga ky lëng para gjumit dhe do befasoheni të nesërmen. Shumë njerëz kanë një ilaç të preferuar për çdo mbrëmje përpara se të flenë. Një çaj i ngrohtë dekafeinato ose ndonjë suplement shtesë melatonine mund të jetë të zgjidhja për shumicën. Por, edhe lëngjet që përmbajnë qumësht dhe kanellë po ashtu bëjnë pjesë të pijeve të dashura për kohën përpara gjumit. Megjithatë, ka disa kufizime që kanë të bëjnë me ndikimin që kjo ka për zgjerje në mbarvajtje në shumë njerëzve. Siç dihet, qumshti ndihmon gjumin dhe përmirëson gjithashtu edhe të arrini një vigjilencë më të mirë të nesërmen pa u lodhur shumë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Qumshti është një zgjidhje shumë e mirë për të përmirësuar cilësinë e gjumit. Qumshti i përbërë nga aminoacide siç është triptofani, i cili shton serotoninën në trupin tuaj, mund t'japë rezultate fantastike në cilësinë tuaj të gjumit dhe të mbajë gjithashtu larg komplikacionet e tij. Nëse doni që të flini mirë gjatë mbrëmjes, atëherë sigurohuni që të shtoni në dietën tuaj produktet e duhura, siç është edhe qumshti i ngrohtë. Serotonina do të ndihmojë edhe gjendjen tuaj të gjumit për një gjendje më të qetë gjatë natës. Megjithatë, sipas një studimi të viteve të fundit, rezulton se ndërsa qumshti çliron triptofan, ky i fundit mund të pengohet gjatë rrugës për t'i dhënë sinjale trurit nga procesi i qumshtit të proteinës që përmban. Që triptofani të jetë efektiv për të sjellë gjendjen më të mirë të gjumit, duhet të shqetësoheni edhe për ushqimet me pak proteinë, por edhe me shumë karbohidrate. Prandaj në dietën tuaj për një gjumë më të mirë dhe më të qetë gjatë natës, kombinoni gjithashtu kanellën me qumshtin, që nga viti 2011, ekspertët tregojnë se kanella mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të përmirësuar gjumin tuaj. Megjithatë, aroma e kanellës klinikisht është vërtetuar se rrit vigjilencën dhe ul tensionin, sidomos tek njerëzit të cilët ngasin makinë, sipas një studimi të vitit 2015 në North American Journal of Psychology. Edhe pse, ekspertët tregojnë se kanella në kombinim me qumshtin mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë, ajo duhet të kombinohet në mënyrë të kujdesshme dhe brenda normës së lejuar. Kështu, konsumi i kësaj pije përpara gjumit mund të jetë një lloj lehtësuesi mjaft i mirë edhe në situatat tuaja stresuese për të përmirësuar kështu organizmin tuaj, edhe për t'ju vënë në gjumë më mirë gjatë natës. Nëse dëshironi të përmirësoni edhe shëndetin tuaj dhe të mbani larg gjithashtu problemet tuaja dhe komplikacionet e pagjumësisë, atëherë ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund për të shtuar në dietën tuaj produkte të duhura për të rritur cilësinë tuaj të gjumit. Lëngu nga vishnjat ose edhe në kombinim me vaniljen mund t'japë rezultate mjaft të mira ushqyese edhe për organizmin tuaj. Vishnjat janë të pasura me melatonin. Ky hormon gjithashtu është përgjegjës për rregullimin e gjumit dhe ndihmon nëse kombinohen së bashku. Çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje të konsumuara mund t'japin rezultate mjaft të mira për cilësinë e gjumit. Vanilja ka përbërës qetësues të cilët mund të lehtësojnë në situatat tuaja stresuese dhe të kombinuara së bashku mund t'ju ndihmojnë të flini gjumë pa ndërprerje. Çaji i kamomilit me livando. Thuhet se përbërësi i kamomilit apigenin vepron si një ilaç kundër problemeve të ankthit. Aminoacidet që gjenden tek ky produkt luajnë një rol të mirë në sistemin tuaj nervor, qetësojnë dhe gjithashtu i japin përmirësime më të mira të futeni drejt gjumit, duke lehtësuar kështu edhe problemet që mund të sjellë pagjumësia. Livando është një bimë që për një kohë të gjatë është përdorur si një qetësues dhe mbi të gjitha mund t'japë rezultate lehtësuese për çështjen tuaj të gjumit. Së fundmi, kombinimi i këtyre përbërësve me njëri tjetrin mund t'i japë rezultate mjaft të mira për cilësinë tuaj të gjumit. Qumshti i ngrohtë në kombinim me mjaltin gjithashtu mund t'japë edhe rezultate të mira për cilësinë tuaj të gjumit duke ju ndihmuar që të flini më mirë dhe pa ndërprerje gjatë natës. Ideja e qumshtit të ngrohtë mund t'japë rezultate fantastike në relaksimin e muskujve të trupit dhe të nxisin gjithashtu një gjumë më të thellë.
Triptofani që gjendet te mjalti dhe aminoacidet e tij ushqyese të kombinuara së bashku mund t'i japin një mburojë më të mirë trupit tuaj kundër problemeve të pagjumësisë. Kombinimi i këtyre dy produkteve me njëri tjetrin mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit dhe gjithashtu mbajtjen larg të problemeve të pagjumësisë. Të flesh mirë është shumë e rëndësishme jo vetëm për të përballur me pasojat e ditës, por gjithashtu edhe për të përmirësuar organizmin tuaj. Ndaj, për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit, duhet të shtoni në dietën tuaj një sër produktesh të mira ushqyese, të cilat mund të jenë zgjidhja përfundimtare kundër problemeve të pagjumësisë. Ushqimet të cilat ju ndihmojnë për të rritur cilësinë tuaj të gjumit sipas Healthline janë këto: qershit, dhe sidomos lëngu i qershive sipas një studimi nga Universiteti Shtetëror i Luizianës ju ndihmojnë që të flini më mirë. Eksperimenti i përfshirë në disa të rritur të cilët dëvuanin nga pagjumësia, të cilëve ju dha 250 ml lëng qershie 2 herë në ditë për 2 javë, patën rezultate mbreslëndse në rritjen e cilësisë të gjumit. Mesatarisht, ata flinin 84 minuta më gjatë se ata që krahasoheshin edhe me konsumin e placebove ose nuk pinin lëngje të tjera për të rritur cilësinë e gjumit. Sekreti qëndronte kryesisht edhe në aminoacidin triptofan që gjendet te qershit, që ndihmon në rregullimin e cikleve të gjumit. Në veçanti, pigmentet e kuqe të qershive përmbajnë një enzim që redukton inflamacionin dhe degenerimin e triptofanit, duke bërë kështu një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese edhe për cilësinë tuaj të gjumit. Shtoni në dietën tuaj peshqit blu, algat dhe prodhimet e detit, të cilat do t'japin rezultate mjaft të mira për shëndetin tuaj dhe reduktimin e problemeve të pagjumësisë. Sipas një studimi të Universitetit të Oxfordit, peshku i kuq, frutat e detit dhe algat të pasur me omega-3 përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit dhe gjithashtu ju rikuperojnë më mirë gjatë ditës. Arrat dhe bajamet janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për t'u konsumuar në dietën tuaj. Do t'japin rezultate fantastike kundër problemeve të pagjumësisë. Frutat e thata janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Duke konsumuar ato si duhet, sipas Universitetit të Teksasit, janë një burim i shkëlqyer i melatoninës, një substancë që përmirëson cilësinë e gjumit dhe mban larg problemet e pagjumësisë. Konsumoni një grusht me arra ose bajame çdo ditë. Kështu përfitimet që do të keni prej tyre do të jenë mbreslëndse dhe do të ndikojnë drejt për së drejti në cilësinë tuaj të gjumit. Nëse mendoni për rutinën e mbrëmjes që nuk ndikon në gjumin e natës, duhet të mendoheni edhe një herë. Për të pasur një gjumë të qetë gjatë natës, por edhe për të përmirësuar shëndetin tuaj të trupit, është e rëndësishme që të flini si duhet, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë të mbani në kontroll shëndetin tuaj. Në vend të çajit jeshil, pini çaj rabimor. Çaji i bardhë në fakt përmban ende kafein duke stimuluar trurin në përgjumje, por nëse do të pish çaj kamomili ose mente, ato do të ndihmojnë që të ndiheni më të lehtësuar ditën tjetër dhe do të keni një relaks total gjatë natës për të fjetur. Në vend të lëngjeve të portokallit, pini lëngun e qershisë. Është një mundësi e shkëlqyer që do t'jap trupit tuaj të gjithë elementet ushqyes për të rritur përfitime dhe për të mbajtur larg problemet që sjell pagjumësia. Shumë lëngje, duke përfshirë edhe portokallin, kanë në përmbajtje të lartë të sheqerit, për të na mbajtur në zgjuar më shumë gjatë natës. Por lëngu i qershive i bërë vetë në kushte shtëpie mund t'japë rezultate fantastike kundër këtyre problemeve që nxisin edhe pagjumësinë gjatë ditës. Ndaj siguroni të konsumoni lëng natyral qershie. Në vend të pijeve alkolike, pini një gotë qumësht të ngrohtë. Ndoshta mund të mendoheni përsëri, por qumështi i ngrohtë i kombinuar gjithashtu edhe me produkte natyrale mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit. Ju bëjmë dije që nëse gjendja juaj është e agravuar, adresoheni tek mjeku për një trajtim të specializuar. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Po si ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.